Radio Televizioni Kosovës do ta transmetoj ekskluzivisht shortin final të kampionatit botëror të futbollit, që do të tërhiqet të premten me fillim në orën 18 në Kennedy Center të Washingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kampionati botëror i vitit të ardhshëm do të zhvillohet në kontinentin amerikan, më saktësisht në Kanada, Meksik dhe Shtetet e Bashkuara. Gjithsej 42 shtete do të përfaqësohen në shortin e së premtes, ndërkohë që 6 vendet finale ende nuk janë përcaktuar. Në mars të vitit të ardhshëm, 4 vende do të sigurohen nga play-offi i shteteve të UEFA-s. Në këtë play-off për herë të parë do të jenë edhe Kosova dhe Shqipëria. Kosova do të përballet me Slovakin me 26 mars në gjysmëfinalen në Bratislav dhe nëse shënon fitore atëherë me 31 mars do ta pret fituesin e ndeshjes Turqi-Rumani në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Shqipëria në anën tjetër do të ndeshet me Poloninë në Varshavë dhe nëse shënon fitore atëherë do të udhtoj për të takuar me fituesin e duelit Suedi-Ukrainë. Por 2 vendet e tjera do të luftojnë 6 shtete: Bolivia, Kongo, Iraku, Jamajka, Kaledonia e Re dhe Surinami. Shortit të së premtes do t'i parapri një emision me mysafir special që fillon nga ora 17, derisa shorti fillon në orën 18.